pas shef mi pa dhe me një bashkëpunim tjetër këtë dyshet mrekullueshme sepse mendoj që prapë kishim punë. Ellinelli është eminemi i Kosovës. Po. Të përshëndesim nëse vi që jetu na dëgju, jetu na pa dikon je jashtëzakonshëm, po. Përndryshe Petrol Company, edhe Petrol Company është e jashtëzakonshme me ato çmimet e mrekullueshme që na tregon për vende të ndryshme, por kësaj radhe na tregon që mbresi po vazhdo me qenë super oferta. E keni dizelin 1.9 cent për litër, benzinën 1.12 për litër, ndërsa ata që marrin dizel me shumicë kanë 1.6 cent. Mos harroni mund dalë mbi jepi restoran me i marr ofertat 1+1 gratis ose mbi jepi restoran ose one stop shop që ka super oferta. Këtu mundni me i pa edhe në rrjetet sociale tek Petrol Company për juve që jeni të interesuar. Edhe një herë tema për sot është për çka keni nevojë ose me kthy ashtu që kemi shkruajtur edhe në ekran, kam nevojë për. Albani tha kam nevojë për ideal, të besoj në ideal, kam nevojë për dashuri, kam nevojë për muzikë, për gjithçka pat nevojë edhe kë. Edhe ky sungi korr. Po, domethënë këtë kohë nga kam nevojë, kështu që hajde ju na tregoni se çka keni nevojë. 049 978 978 është numri jon i telefonit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ty Abedin. Si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Ti çu shkalove sot? Çu shke dita sot? Mirë, faleminderit. Shokun e punës si e ki? Si drita? Mos më ka shok punës, më ka edhe kështu. Edhe tjetës, amo që nuk vjen koncerteve ty për shembull. Domethënë ka raste kur ja prishi. Ka raste, s'kam çka me bo. Përveç aty në shokëve të vet, unë jam person i vetëm që ja heki pijamat edhe qes dikon me dalë kështu. Në natës. Vetes. A diskotek, a në për koncerte, a modje nuk deshti me art e Gypsy Kings. Nesër përndryshe, ke kalu mira, po. Unë vjen shumë mirë. Edhe mira ata njerëz që kanë aty kanë shiun maksimum. Dikuj si kish pëlqy, po tash është çështje shijërcem. Është shumë e vërtetë. Çështje disponimi, energjie, kështu unë ke shokë shumë me disponim. Nëse s'po i nani. A vetim për çka ke nevojë ti? Kam nevojë mu taku me shoqërinë e klasës fillore. Mush mall me ta. Që sasin i taku? A nuk i bëni ato takimet përjetore kështu a? Po, që nja 4 vjet që më takue. Që 4 vjet nuk jeni mbledh domethënë. Jo. A janë gjithë Abedin? A janë gjithë? A janë hala gjallë krejt? Jo, nuk janë. Se shumë e dhimshme, po. Do paka shumë janë me, da janë shkepe, ka shku në atë botën tjetër e qashtë. Po, adi pse po të pyes edhe na e kemi një shok të klasës që më nuk jeton edhe ato takimet tona tash të klasës po duken pak si vështira edhe jo të përballueshme për shumicën me u taku prapë dhe mos me qenë ai aty, për që ato edhe të pyeta jeni të gjitha apo jo. Faleminderit shumë Abedin, përshëndes. Ju përshëndes edhe juve. E pash një ditë bukur sot, tung. Kalon e mirë. Faleminderit. Para se më shkute telefonata tjetër me Cimin, mos harroni Prishtina Ticket për herë të parë ka sjell fluturimin direkt Prishtinë, Paris-Prishtinë. Po përveç kësaj keni edhe qindra qytete tjera në shtetet si Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia dhe Luksemburgu dhe anasjelltas me çmimet më ekonomike. Mundeni me marr biletën edhe online duke rezervuar në prishtinaticket.net ose me telefonu në numrat e tyre telefonit i kanë në rrjetet sociale ose më shkruaj direkt përmes rrjeteve sociale, çysh do që keni më të lehtë, me rëndësi është me e marr çmimin më të lirë dhe më ekonomik. Si zakonisht. E po shumë poshtë kështu. S'ka lidhje pse ti kiza sa dush, ti mikrofon tempo ni është le mos atë mos baj gore. Se veç rregullova pak mikrofonin. Ani s'është problem, ndrejse ti. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Edhe pak. Po Kojshike si je? Mirë, ju si jeni? Mirë, faleminderit, edhe unë jam shumë mirë. Kojshike, kam nevojë për. Vallai, kem nevojë për benzina më na rrit pak që me javë. Ki nevojë me ta rrit benzinë, sa ish dosh me ta bo? Hajde tregona. A? Sa ish dosh me ta bo? Po 350, 400 jo më shumë. Shaj dorën deri 500 be mos më nal 500, thuj 500, 550. 500 u krye. 550. Çashtu Kojshike, shaj dorën. Faleminderit shumë, kalofsh mirë. Tong e pas një pas ditë mrekullueshme 450. Jo bre mos më shkoni aty. Ti nuk 500, thuj 600. Ti mos të pak me ran 500. Po thuj po besa edhe me ta do të më mirë ki. Mirë ki po. Ngani GoPlus.com ju mundson me fitu një veturë Avatar 12, atë veturën elektrike, super veturën. Nëse pini GoPlus e dërgoni kodin që është në kapak te GoPlus.com, te loja GoPlus.com na falni, edhe kështu mundeni mu bo fitues potencial. Sa më shumë kode që dërgoni, aq më shumë shanse keni për me fitu. Hajde shkojna me Viber, përshëndetje. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Çazimi jam. Hajde Çazim, si je?
A je mirë? Mirë, fa tema otë. Tema është Jam i lokon. Okej, tema është kështu. Kam nevojë për A ki nevojë për diçka? Kam nevojë, për një kolit në bateria. A për një karrocë kështu që është me bateri? Me rrym, që ecë. Si këtu veturat elektrike. Po, që rimbushët. Okej. Edhe a ka shpresa që dikush ka me ta siguru apo jo? Apo thjesht për shprej kështu si dëshirë? Unë e kam dëshirë. Okej, qazim. Uroj me të vlerësu shumë. Faleminderit. Faleminderit. Hajde ditë mbar, faleminderit. Tung. Mirë, 049-978-978 edhe një herë numri jon i telefonit. Kam nevojë për, kjo është tema për ditën e sotme. Edhe një herë për ju rikujtoj me vizitu portalin e Glam Radios, glamradio.fm, për shkak se aty i gjeni gjitha lajmet nga sporti, muzika, filmi e gjithçka tjetër, po përveç kësaj na dëgjoni edhe aty në këto momente, jemi live, po ashtu jemi live edhe në kanalin tonë në YouTube, si dhe mundeni me na dëgju edhe përmes Koha.net. Përmes portalit të Koha.net. Reagoj njoni, po. Çfarë thot? Enisi po thot, po kena mu bo dhe mja bo kolicën. Bravo Benis. Jemi mrekullueshëm. Faleminderit Enes. Për ndryshe, edhe pse na mundohemi për jo që s'dojna me marrë iniciativa, kena marrë se emision iniciativa, po si dini es, kur shka ka bo. Më thonë, gjithmonë na mundu me qitë në kontakt edhe kena thonë, bëni çka doni. Ju merrni vesh, na jemi veç si ndërlidhës, kur gjë më shumë. Kështu që po mundini me bo dhe një gjast tillë të mirë, na veç ishim kanë të lumtur shumë unë edhe Fiona. Besoj edhe ju vetë. Për ndryshe, na dërgoj dikush një video e poshtë që po vinë thirrje shumë edhe tani po mikin. Fatmiri tha prej ka shku me pa koncertin prej Norvegjisë të Albanit dhe ma ka dërgu një video po që po shihet atmosfera mrekullueshme. Po normal. Shumë mirë. A di çfarë po bën shumë të lumtur. Kur po ni, domethënë që koncerte të tilla të këngëtarëve shqiptar mbanë për Evropë dhe prej vendeve tjera të Evropës shkojnë për me pa një artist shqiptar. Përpara e kena pas pak këto për me shku me pa një artist huja në këne edhe nashta se kena ditë rëndësinë e artistëve tonë. Po thu që kena nisë me i vlerësu Po i vlerësojna artistët tonë dhe po vjen shumë mirë domethënë. Edhe në Prishtinë që ka domethënë iniciativa tilla për me u bë koncerte individuale nga artistë shqiptarë dhe që asnjëri prej tyre deri sot nuk ka dështu. Ai që e ka bënë koncert, publika pas mjaftueshëm edhe kisha sugjeru për me vazhdu dhe me marrë iniciativa. Po normal, kur bën diçka të mirë, kur je artist i mirë, kur mos u tot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Si kalon? Mirë Becim. Qysh e ke pas ditën? Vallai mirë, jam kum shëtit. Po vjen mirë. Sabre, kam nevojë për me të përqafu ty. O ta njeh fshat mirën. Të përshëndes tu kalofsh mirë. Të kalofsh mirë edhe ti. Hajde tu kalofsh mirë. Çi kaç bez dvyn më shumë apo shet që ta bën zamën më. A bën në vend Sabrit. Çe pret. Pasi ai smunët çoj. Për Sabrinke. Për Sabrin se kështu sa kish bo. Ishte dëgjues. Jo më kish bo kështu. Ja, çmara. Ne kam nevojë për një Toyota, për çfarë? Për çfarë fivisimi që tu e ka çdo ditë 8 orë. Për një Toyota kam nevojë, për një asnjë Toyota që kudo që planifikoj me i bë pushimet, nuk e kam gojle. Atë prishet, atë shon dikon, atë ndodh diçka. Me Toyotën këto e keni të garantuar jo vetëm për një kohë të shkurt, po për 10 vjet hiç më pak për secilin model vlen kjo. Kështu që shkoni në Autotrade, keni në Magjistralin Prishtinë Frizaj, ku i keni të gjitha modelet e Toyotës, si e gjari, RAV4, Land Cruiser. Keni edhe oferta speciale, është versioni Luna që përmendësimi shumë shpesh, kështu që shkoni atje edhe merreni secilin model që e doni me 10 vjet garancion. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Hasani nga Zvitra. Hajde Hasan, ai nervoz a veç ashtu fol? Jo vallahi. Veç do. Veç ashtu jam se. Morë për pont ashtu. Që shiki zotin e shtëpisë. Qysh the edhe një herë? Kush është zoti i shtëpisë? Zotin e shtëpisë që shiki. Kush është zoti i shtëpisë? Unë për momentin jam zonja e shtëpisë këtu, po nuk e di për kam po pyes saktësisht. Bravo. Hasan. Hasan. U knasë me programin ju. E çka the morë diçka se e tha kështu si me të ik pak. Ha? Çu po shofa me Simin a? Mirë, po, mirë. Po Simin unë e kom vlla. Po jo më nëse po edhe kolegë edhe çka dush, është mirë me përçof njerëz kanë njerë më mirë se me nese. Njerëz kanë nevojë për dashuri Hasan. Ti për çka ke nevojë? Ditën e ki vlla. Pas ka nevojë. Hasan, del në temë të lutna, se jetu ma hyp tensionin. Hajde.
Jesh holla, jesh. Hajde tregon për çka ke nevojë. Për bashkim kombëtar. Okej, faleminderit. Kalofshi mirë. Tash mi vjen që me shku me përqof dikon atje, a njët bashkim kombëtar Hasan, po me shku atje me... Jo, mëre çfarë. Jo. Ditën tha ki vlla, e natën. Po ne e niva unë po nuk doshta me vazhdu atë me asnjë se po. Nuk desha me vazhdu me ta. E thash më me vazhdu. Si avlen mo marr me Gjon Atilla, edhe mos më nëni që na ndryshon. Ke shakaja e ditës kjo. Enza Homo vendi ku mundesh me shku Hasan me marr një dhomë gjumit me boj gjumë të mirë. Mura atun do edhe ka dy shekët ja tash që mundesh ndash fort ndash bot. Plus është avolina ngrënjes që bosh nëse jeni 4 veta boni 6 e keni rritmi po. Edhe keni me oferte. Enza Home në Çaklavic, në kilometrin e 6 prej Prishtinës u shku në Ferizaj. Po. Tash ditën vlla e natën shoku i diskotekave. Ditën vlla, natën motra, den të thon. Alo, telefonata fillimisht. Alo. Okej, Viber, përshëndetje. Përshëndetje. Ku jenis? Që ju? Ku jenis o jenis? O, vallaj Arsim. Në javën e kalume edhe në këtë javë më ka që regullu me buk, me krejt. Pse o jenis, pse qa është kjo, veç tu anku, shka u bo, qa ka ndohë? O, Arsim, kur, nuk më vje këtë ankesa, djenë që ku? Nona ankesës ish. Nona ankesave. Nëse veti kush është nona ankesës, thuni Enisa. One. E pse qa po ankosh, atë qa po ankosh? Edhe e vakijave që dhe të popullit. E vakisht po se popullit, to. Në qitë kohë, kom shku në spital me djallë, deri sot me në gjesë kom nejtë me ta. Edhe qa po ankosh? Deri në këtë kohë kom punu. Prapë sot dja mordë të heret prej punës, prej spitalit, kom shku në punë. Kush mundet mi bojsh të sene? Një njeri fort kuj. Një njeri se është që lik. Qa është, edhe s'bo mu anku se... Po edhe po më që ditë vetja pëse apet po kam vullnet. Apet ma ka qëmë zoti vullnetin, prap. Po edhe mos ga po menal këtë farë vullneti, këtë disponim që këtë energjit mirë se javlen. Edhe pse bojna gjuma pak, ka ditilla që du të me boj gjuma pak e me punu ma shumë, apet sa apet vish me ne... Për gjumë harruë, po harroj kur po i boj 5 urë. Bolkina me flajt. Hajde, tregom, kam nevoj për gjumë. Për pushim. Për pushim, bravo. Keshtu e menu si tem, kër e kena bo si tem me Fionën, e menova dhune vetë për çka kom nevoj, me thonë drejten dhe unë i kësha bo të ditë pushim. Kom nevoj për pak pushim. Mushim, vish me mujt mi abo vetit, se s'moj bre mi abo, po me mujt mi abo vetit mus mu marrë me telefone me kur gjoheq, kisha pështu. Dhe që harran shpe dhe mënësh? Komplet javën e ardhshme Arsim, prej të honës, derin të premten e kom jet me marrë pushim 5 ditë dhe ma në punës i kam. E kom jet me nejt veç shpe, du me lënë pos kur të filloni jo. Hiq telefonin. Ukri, të përshëndesim shumë, faleminderit, jem mrekullueshme. Për ndryshe po kam nevojë edhe për një vesp të mirë, për një vesp mrekullueshme, për këtë krye qytet që her pas here po din me qenë shumë i ngarkuar, që tash se kum këshyr deri në çdo momente nuk e kum këshyr çka ka ndodhur me fotografit, po kena me këshyr vetëm pasi t'ju tregojmë se ilaçi i kolonës është tek Ventoro Motors, është vespa që mundeni me u bë me një vesp 3 edhe ato me €1.80 në ditë, po ma kur më thanë se bëvërlli 300 thash kokëshyr, thash është shumë i mirë. Një djalë që vozit motë po, thash kokëshyr është pa një motor i mrekullueshëm. Edhe jo mundeni me shkuë me po, nëse vish po mendoni me u bë me një motor tek Ventoro Motors se ka automita. Komunikacioni është kështu. Poshtë veternikut me kolon deri tek rrethti duplex. Mirëqas rrethti duplex ka kolon nga fshati Shkabaj. Hyrja në Prishtinë nga kazermat e Mjasharit tutje me kolon, por po shihet e ngarkuar edhe nga udhkryqi i Menzës deri te bulevardi Bill Clinton pjesë me kolon. Dalja e autostradës në fushë Kosovë është me kolon shumë gjatë për juve që keni me marrë këtë rrugë me shku tutje për Slatin. Po e presim tjetrën telefonat, kush telefonon? Alo, kush është në lidhje? Nasir për fëmijëve. Hajde Nasir, se po dëgjosh diçka si me kon larg telefonit. E pas ka ardhur kuzhit. Atë kam telefonin dhe që më të hongër buk edhe... Boft mirë, Nasir, boft mirë. Hajde, për çka ki nevoj? Ke qa manas? Unë kam nevoj me punue. Ki nevoj me punu? A e të punu për momentin a jo? Unë jam pensionos mi po dhe po njeri kur punon psikisht është më i mirë psikisht edhe mentalisht. Çka kështë dosh me punu? Çka kështë dosh me punu? A ki naj hobi, naj zanat që të pëlqen që kështë pas qef mu marë me ton këtë kohë? Nga që punon psikisht, nuk jo puna në për lokale zyra, se aja puna është pak bakun psikisht, po
fizikisht. Çfarë pune kishe pas nevojë? Balla, unë, apo shumë më kësha bu punë këtine ershit me shkuën mal, me kësit, me kruet, me prashit. Kështu se i kam... Okej, mu marrë këtu me... Kështu se njoni polyp, do më thonë mja kosit. Edhe tane... Manualisht. Tem këtë bja mire, mbromje, me pos në to pasën me mes, në kli, edhe gjykim qaj. Va. Eronove që dash mua betin. Va. Hajde, kush të shiko nevojë për punë të oborit ose diçka, që në aserin e pas keni të lirë, available, a jeni të rësum në aser nësë të dikush lyp? Pa, që zote për të dikon 10 ori ka ma bërë, dhe në 10 ori ma shpjegë, atë i këmë bërë të me kërë. Bravo, së dojna mja marrë edhe punën në Kosova Gjopit. Në aser të përshëndesim të boft mirë. E qesim një, këqyre të Kosova Gjopit, nëse veç po keni... Që të një shpallje, në aseri kërkon punë. Po, me kos. Edhe ato manualisht kësi... Kish me qenë shumë ide e mirë, se me egzistu një platform, ku njerëzit që janë në penzion, zonja, zotrin, po që ka nevojë ose kanë qef me umar një orë, 2 orë në dite me një punë, qoftë si këshilltar të në ndonjë institucion që e pa të përmend ti më herë, që ka shumë profesione që të rinjt kanë nevojë me marrë mësim nga ata me përvojë që zakonisht dalin në penzion, edhe vendi mbetet bosh ose plotësohet prej njerëzve pa përvojë. Kështu që i shkon mirë me pas një platformë këtë të moshuarit ku kishin mujt me u drejtu për një punë simbolike, për një pagë simbolike, me kalu kohën nëse jenë të aftë fizikisht dhe mendërisht, domethënë gjithmonë kuptohet, edhe normal. Plus para mendo përvoja aty që kanë, edhe nëse kanë dëshirë si Naseri që është një pensioner, po ka qef mu punu me marrë me diçka. Ka forcë, ka. Kështu që s'po di kujt më apo gësirje me kriju një platformë të tillë. A bithu këtyne Innovation Center anë këti? A halakot si parpunet? Po, halakat e shtote bojna një pensioneri një aplikacion bashkë me bojna. Pensioneri.com. Po, pensioneri. Vishepti si idet mira. Shumë krenare jam. Po, shumë bejki idet e mira. Shka që e thash publikisht se ma vjetë thash dikush ide. S'ko u kry ke varpune, u bites. Është patentuar. Po, e patentuar. Po, ta qesin me pulla këta. Nga u kry që i menzës për tek rruga Gim Ramadani, tek komuna Kolon shumë e gjatë, po shit dhe anasjell tas pjesë e ngarkuar, po mbetet e ngarkuar po hyrja në Prishtinë nga kazerma Demiashari deri te Kudhkryqi i katedrales. Alo, përshëndetje, se desa e shëllova. Alo, përshëndetje. Kush përna përshëndet? Një ndëgjuse nga Prishtina. Për çka ki nevojë ndëgjuse? Jo që muna mja për... Vesh mi ju përshëndet juve për tjetër kur gjo. Faleminderit shumë, kalofsh mirë ditën e mirë. Edhe na të përshëndetje. Se po m'pëlqejnë që të shkurtat, shpejtat, po m'pëlqejnë shumë diçka s'dipse. Kam nevojë, jo po, për juve që keni nevojë për m'ia bo një relax vetit me u kënaq, mundi me shku me shfrytzu ato spate mrekullueshme në Swiss Diamond Hotel Prishtina, është e Japanese Head Spa. Mundri me pa nëse shuni edhe në YouTube se për çka po flasim unë e Fiona shpesh që po përmendim këto. Si të përmendet japonezë dije që është e mirë diçka. Për ata që ka nevojë për atë sallën për mu martuatin, atë sallën e mirë kështu, me ndreq, e keni në Swiss Diamond Hotel Prishtina 0382200 numri telefonin. Ndokët i thash ma pak zarë. Ndokët ma pak, po dhe ma pak ndokët i thash. Nese 220000. Ashtu. Qështu? 2 tani tjera 0, sot ja unë 0. Më jo shumë, 1, 2, 3, 4 ishit një vesh. Që tjetra? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, njeri pozitiv. Gjithmonë me juve të Batir. Vjen mirë që po na telefonon, jemi disponim si gjithmonë, me shëndet, tregom a ki nevojë për diçka, hiç për kur gjë. Po ka. Vallai, kam nevojë me adhon një gjira. Edhe ku ka nevojë për një? Një çka? Një gjira me adhon deri në Durrës, në Lushnjë, në Berat, në Elbasan. Po një ekskursion pas ke nevojë Batir. Ata një fshat mirë. Pas ke nevojë për një ekskursion, qështë po ka agjensione që organizojnë kësi tripet shkurta në për qytetet e Shqipërisë me autobus. Jo, marrë djallin me kërë, po shpare... Me djallin, shkoj i kja të gjithë shok e shoqe noqësh. Mere djallin, dele dhe djallin. Me djallin. Shpare autobusi, shpare me grue dhe me djallin dhe me re, e jeti një gjiro, po shpare autobusi, nonna kur duhe. Keme një muzini shkar atje. Kur duhe, pushoj kur duhe. Ani Batir, veç të edhash propozim të qysh dush tjetin. Me mga autobusi qysh dush. Po, e normal. Jo, ku dënë ti monol. Batir, falim. Pa shëndes, të nga le është mirë. Nga në një mirë. Tëng, minuta shumë. Për qa pojnë shumë.
gjithmonë kopshit lumtur. Tong. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër. Dy telefonata e patëm me thashë atina. Me mujt kotra i marr. Me mujt kotra i marr po s'po moj. Jo, te mojt me mojt që ato që ti jek pizjomet, që i ki me vija. Ja, me kocka i kom. Jo, me kocka i kom. Ja, me kocka ja këtë dhe për dy jove. S'mi pas në po. S'mi pas ke po. Po më vjen kes. E po pse po voj kur s'dhen? Pse po voj kur s'dhen? Se i bjen para gjykim. Po, animalet para gjykom. Ka në edhe po dollën më thonë. A po thu që mëson, a? Po, definitivisht. Po më vjen shumë mirë. Apo do me full për temën, a vish ke thirë kështu që po bëja i gore? Jo, da e deksham që këna full për ato dite. Hajde kalzon për shka ki nevoj. Loj, po të kalzoj vetë një njërë gjyë si këmë bo, mujtë i bo një milionera, ma që vetë shkëra dosht. Ta mund po delikan, do me thonë 1 milion euro. Me kalu progun, me rëndësi. Ta mund i shinkon. 1 milion e gjys, a 1 milion, vesh pilu. Vesh 1 milion për vynë, edhe ato... Shtoja dhe qatë gjys, se që shirë shtejtu se në të mata mon është. Ja, nga në tashtë, se jo mje këna nejtë bashkë, po më ke arru, se këna nejtë me dugin nga ronën e me Gjermirinën e me atit goshën e me... Po, ta është që ka njerës pimoj menun me zona krejt, kuptam? Pa, ti vesh ki faj. Da, a dekës jam që këna foj një ditë e qëriz me tani dhe ostori. Hajde kalzona pse 1 milion? A dhe që 1 milion? Hajde. Dhe të dhinë këtë njerës që porja është monedhe përcaktuar në letër apo në metal për të shfrytzuar me to. Po devish ty për çka po të vynë, se na pedina çka është? Çka po duan ty 1 milion? Po çka po do me shfrytzu, çto po du me ditë? Po du me shfrytzu që po, të aty në dosave të mi, që s'janë mo, e fmike ti në tyne, me i knash? Jo me i knash. Po që ata tash merë 1 milion e gjys? Jo, dhe në te përfëndaj tash. Se në të komptir me fore, dhe në sa ba flasë, se kam problemat punë, që ato shkollime që janë të i bo, për du me o pagun e vetë. Po që ajo është me knash, se tash është investimi maj mirë që këshim mujtë me bo në fëmi, dhe më thonë, me ja bo një shkollë të mirë. Me mujtë me arrit, me ja bo një shkollë të mirë, qash? Jo, të janë shkollat mira, po... Po ko shpenzime dhe ajo këzone? Dhe gjemë. Gjallar, se ti e që në regullo shumë, s'po du më të përmene anën. Hajde, vazhdojmë se e kena telefonatën tjetër, po. E di, vesh një pyetje po du më të bo ty. O pyetje bëj unë këto. Po e di, a ka mundësi me të bo një pyetje? Hajde bre thuma. Qka ka dallim voja për limonit? Voja për limonit qka ka dallim? Po. Njona është ma e tharpt? Jo. Okej, qa paska? Edhe 2 përgjigje, ki shpejtësi. Ja, si edhe s'do përgjigje tjetër, unë e vish një avo. Voja shko limoni është shqiptar. Hajde, po të përshëndesim, në ka lëvë shmirë. Alo, telefonata tjetër. Ti shka, po, mëse, po, vish vazhdojmë tjetër. Alo. Sot ka edhe dita përshëndetje. E mujet. Alo, përshëndetje. Hana. Kush telefonat? Bukuria. Hajde Bukuri, pre nga pra telefonon? Nga Gjermania. Nga Gjermania, hajde bre Bukuri, tregona diçka interesant. Për çka ki nevojë? Mirë, jemi mirë, faleminderit. Ti a je mirë? Po, mirë, faleminderit. Unë kam nevojë shumë për njerëz që të bojnë muni mirë, një muhabet mirë, një relaks. Ashtu bre, njerëz që kanë energji të mirë, bre, që kur të rrinë afër tyne, rrezatojnë mirësi, rrezatojnë respekt, rrezatojnë fjalë të mira. T'japin motiv për jetën, vullnet, gjithçka. Kështu edhe i duhet njerëzve gjithmonë. Faleminderit Buki, uroj që gjithmonë kemi qenë rrethuar me njerëz të mirë. Gjithashtu ju. Faleminderit. Na fatkeqësisht në emision marrim shumë energji pozitive, po ka njerë ka raste që ka njerëz që ja besun ma jekën. Që me shigjeta aq, nejse dhe po ja huqin është Jena domethënë jena mendoj që shumica, nuk po them krejt, se zguzoj me thon krejt, domethënë e kena pak ato para gjykimin, e kena e qesim gjithmonë të parin. Qëto me mujt pak me largu, kish me qenë mirë, aden se pa i njoft njerëz të mirë kështu, mirë mi njoft,
nuk mundesh me paragjyku me thon diçka për to, po si do që tjetë na edhe jena këtu për me prit kritika, më të mirë fillta. Jo më na e pasi kritika që vishojt. Secili njeri e tregon kulturën e vet në momentin që e jep një deklarat, një që tash po reagon visari, po thot kam nevojë me kuptu çat porën me limon edhe me vezë. Po dyqysh nuk ka as për më kuptua ajo, kështu që në visar as mos të lodh, vele me hup energji e kohë dhe më munu me deshifruat far gjëzë Barcolete që mi thona soj kuizi. Që tjetra më stupim ku, alo? Okej, pas ka shku. Ani, mos i ka shku, po shkojnë edhe na deri në Albi Mall, se pas komet pa shku deri në Albi Mall, edhe po rikthehemi tani po ju presim me telefonata. Koha është për me shku deri so shpejt po shkon. Pa limite, kalo rrugën te, përfito shërbime falas për të jetën, mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tap Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për pagat ndërkombëtare. Tap. Kjo është bota për jetimin jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu. Alo, përshëndetje edhe për ju. Përshëndetje edhe për ty, me kë po flasim? Joza telefon. Joz, qysh je? Ej, mirë, pasha. A jem pun? Jo, më farë punë. A i ke përfundua. A je tash natë qysh e komenton cimin ka njëra të farë shtrojën tone? Jo, u imi atë guj fatë të krejtë jam, po s'kom nevoj për valë, se s'po më i vjen dëgju bashkë mirë. A, nuk më na dëgjën bashkë mirë. Okej. Po dhe, valë s'u kam. Kur vjen këtu me ip komirësh, e merë pakon internetin, mesazhe, internet edhe s'ki me pas më problem. Jo, s'tregon për çka ki nevojë përveç valëve tash për momentin. Qa dhe, pas nevojë edhe për një javë, ta kësha pas ma shumë pushim. Edhe një javë ekstra pushim. Kjo e mirë. Sa i po atë nuk dolën balla? Jo, dhe nuk dolën balla të s'kallë dhejt. Okej. Planët qashtu, ka herë të dështuj, ka herë të dështuj, a mo knashe të shëtit së në përmane. Bravo, Joz. Përshëndes që jemi. A, qëtësi, dje i gjallë, që eksistën të. Ate edhe ju kalemi. Bravo, Joz. Hajde, tung. Të knashtësi me juaj. Faleminderit. Ciao. Kjo është ajo energjia që përdojmë. Edhe matë mirë se zojtini. Jo, s'mujna. Matë mirë se kush? Mi thonë Reshatit mi andruar nga që ty në zojtve. Po, se i ka morë dyja, ka lonë emnin. Po brej pash. Gjaner njoni e pat emnin, kjetëre se di. Po dëv kam indru. Na ka tërgu Berati një foto për na të regon për qasjen për të krethi të ka ambasada është ngarkuar nga fshati Shkabaj. Faleminderit shumë Berat për informatën që na ke dërgu, ose këtë pjesë nuk e pa shparzit. Faleminderit shumë për informatën, për ndryshe vazhdoni dhe na mbani të informuar po për secilën pjesë kudo që jeni dhe po shihni pjesë të ngarkuara me komunikacion. Për juve që keni nevojë për me i propozu, se tash është koha e propozimeve, shkoni te Rubini sepse e keni atë unazën e mrekullueshme, ka dhe unaza me gur çmuar diamantit. E Rubinin e gjeni në qendër Prishtinës, rrugën Garibaldi, në Albi Mall dhe në Ferizaj. Ku doni ju shkoni? Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, ku jeni? Si është të po moj sa është dhe Fiona aty. S'na kështë bo dhe neve një kong, që ashtu? S'na bune dhe neve një kong. A janë driti tha pe marë, që të kong tha dhe peshtin top list. A ishtë dole fort, a ka të drejt. Mirë është dole, top. Ushike do më thonë që ushike që inteligencë artificiale e ka bot vetëm, po mirë. Po e ka bo veç unë orkestrim një konë bëhone, me startë me zhjët tekst. Jo më mërzihesh, veç mirë po më vjen. A i vish ka knu inteligenca, kërë që ato, ajo puna ma e leto që ajo, kishe që vipnimi ma e leto. Sa të krejt po krejt zëtë si. Hajde të regom, për shka ki nevoj. Tëre, une e njeva të fol, jo njeva të e preses juze më zbari. Se kom shumë bift mirë, e njeva të fol, ju njeva vërti të fol për autobusa, më tim autobusa. A bënë shumë shkurt një në Barcelet, e kom që me që... Hajde, po t'i vazhdojmë së vetë.
Po, shkon një kësi ati shek djalin e vet, e qenë për Arabie me stadion në Londër atje, edhe tash ati pishkruan letër, për thot, ati shtan sheket me klasike kështu mënyra. Pishkruan djalit letër, për thot, ose pishkruan kështu mesazh, për thot, që s'po kalon bine, jam tha, për thot, bab thot, mirë bre, po vjeni noti, ta kretë po të me tren, vishone me këta Lamborghini që i kom marrë këto. Pja bono djali jam mësë mërzit se pa ta quë një tren s'ko me lo. Po bre ta e pje trenin djali jam ti vish vish mësoti. Vish mësoti Ti kujtu që ati e ke trenat vetat. Po di. Ti për trena për autobus ki qef? Ki nevoj? Valla unë asë njoni, unë i bëti kom arrukur, kom dhëtu me ta. Autobusin preferoj kër përshkojnë deti me të drejten, s'po du me po stres rrugës Shqipërisë. Okej, po i di shumë e mirë. Shumë stres kime autobus o jashtë toksor. Jo përbes. Po. Ja, se jo me gru edhe qëtësi pa jemi që nga dy, për shembull, nuk e a kështë pas qef me pas një si autobusi si kam shtëpiza, që shme i thonë? Ja, kam problem parkingin e tyne, kam edhe në gasin, ndogën trona, unë kam edhe për kamion, kam edhe për kamion fakt lejen, nuk kam problem për ata, po nuk e preferoj. Për pushime jo? Që Joza i kish kry këtë farë punë pa problem? Po, Joza ka talent, Joza, sigur. Ka, do me thonë profesion këtë punë. E sa pushime është ajo kur ti stresohesh ku po shkoj apo më ndodhen sen ku pelak edhe në qysh pelani këni, po sakt. Okej, faleminderit, ciao, kalofsh mirë pas një pasditet mrekullueshme. E temën e ja. Ja, s'fola më për temë, ti e kryve për temë. Hinë dole, do të thoni kryve kret, çfarë më të vesh. A di për çka ki nevojë ti? Ne, në sekondë kom temën. Hajt. Unë kom nevoj për me zgotë ditën se s'fom del për vjesë, një se ka të vërë shumë pak, a kom një bot 30, mundësish. Okej, do më thonë edhe 6 orë, mi ashtu ta mënë është, apo? Mi ashtu, edhe 6 orë, nashta, famitarme nuk e ditë, po njerë për njerë mirë. Ka një herë po, ishdo ka, sa për bjanë ka 12 orë, jo 15 me 15, ta mënë. Ja, punën me hek, që punën 8 orë me la gjithë. Jo për punë s'kolla. Okej, po dita më punë 15 orë. Ja, s'ka tani kur të bëhet dita që ashtu do të më zgotë në normali punës. Jo, më në djallë më zbaj gore. Tani bëhet vetë. Tani emisioni ishtë bëhet 4 orë. Kyjoni. Me mbi të civi. E ka në një mërë. Jo, më në që Na, çfarë shumë kena folë sot, edhe këtë javë për mdokët, si asë një herë tjetër, kena nevoj shumë për ujë rrugove, kështu që konsumoni sa më shumë ujë, ku dëshë t'jeni edhe pse temperaturat po lëvizin, prapë se prapë kemi hyrë atë sezonin e nxehtë, edhe trupi automatikisht ka nevojë për sa më shumë ujë, kështu që konsumoni sa më shumë ujë rrugove. Alo, përshëndetje telefonata, kemi edhe pak minuta përpara, kena kohë edhe për një 2-3 telefonata në shtatë. Përshëndetje, kush telefonon? Shoku ju, Gozi. A, shoku i cimit, i zotit shtëpisë. Ja, dhe yti. Okej. Që shjegas? Që shjegas, po të nguci pak. Mirë për mrekulli, jo mu lodh heq. Tregom gaz për shaki nevojte? Unë e kam nevoj për urtësin edhe durimin e ju që keni, edhe për këta ju përshafoj dëve shumë. Edhe na të përshafojna shumë. Edhe për këta ju dëgjoj çdo herë me kënaqësi më të madhe. A dikur thonë këta Big Brother kur hin mrena që rrini muj 2-3 tash mvaret sa ju zgjat ajo far udhtimi i tyre i famshëm. Edhe kur dalin ose edhe sa në mrena, kredo thon i çmoj adin për durimin që po tregojnë se nuk e kam ditë ç'është për kaq dur. Do të thonë ndo situata një që e sheh vetën me një. E kuptoj. Që del prej vetës. Del privetës vish për me mojtë qëtësi. Po, se në jetë reale nështë ta reagojmë shumë a kesh, po janë do momente kur të regojnë ata që më thute. Kesh ma shture. Do më thonë ti ki nevoj për qëtësin tonë. Në disa raste. Mos e pash temën. Na gjithçka e kthejnë atë shaka. Edhe nëse thojmë diçka gabim, edhe nëse thojmë diçka që keq kuptohet ose keq interpretohet, po neve hiç është problem, se na jemi njerëz edhe jemi shumë real edhe kemi treguar që këtu jemi shumë të vërtetë që ashtu siç jemi edhe në jetën tonë të përditshme. Kështu që çka do të folim me vetë, na prapë jemi okay, kush do të merr ndryshe është zero problem për neve, hiç. Unë po shumë e vërtet bile. Ajo çka thash. Edhe na ty dojnë. Pas për shafoj shumë, faleminderit. Ju dëgjoj me mendje dhe me dëshirë më të madhe gjithmonë. Faleminderit, edhe të presim na gjithmonë me shumë kënaqësi. Me rëndësi me ujë bubo kolica çazimit për tjera as po mani se për këtë temë të më thon sot veç ajo kulmi i temës sot. Alo, përshëndetje telefonata. Po, se sa kolica çazimit. Tash secili tregon kulturën e vet. Alo. Alo, përshëndetje.
Kush na përshëndet? Nazmio. Naz po nihesh si me të pasur në studio që po nihesh shumë. E ka zoni radiofonik Nazmio dhe gjithmonë ka kthyrjen e njëjtë. Po pas ka marr telefonin e ri. Jo, probes që kam qëtë 3 vjeta 4 5. Që ta po të punoj kam mirë, a dhe ndashtu mu në mund zërë. E ka drejt zonin. Po e kom mësu, e kom po për vetit. Po, vish zonin e këti e një, me marrë temin ku me ti që shidelë, se a i zonin që pa ma. A dhe nas të regon të lutna për shka ki nevoj. Kuk. Unë kam nevoj me një pushim mirë me bo dikon mu qetësu. Ku i shka një pushim i mirë për ty? Se shkë dikon që ta s'kom qef me një pushim i mirë, ku i shka për ty? Mos t'vjen kes lëpe se jo që mujna me plëcu vish thuje. Jo, mërë unë nuk du pushim lëksas. Po qëta se pushim i mirë mund me kanë të dojta, din? Me donë pushim, me donë bjesht rrugovës. Najt pastër, më jek për këti plot. Me najvill, me pishin. Do me thonë? Po najvill, një ushqim të mirë atë. Po me përzhit një edhe atë. Tash më se e kështu. Pushim mesatar. Do me thonë një pushim i mirë për ty në rrugov, për që ato ki nevoj. Najt pastër. Po, jo, është lojë pastër. Që atje na ka met pak. Faleminderit shumë që na ke thiro, nas po të përshëndesim shumë. Po me ndet që është edhe një përshëndet shumë. Pas ditët mrekullueshme, se s'di a kemi kohë për me marrë edhe një telefonat fundit në 04997, sepse po i patra do fotët shpejt, am i tregu para se më ndo me Koavizionin. Dalja ose qasja për dekrethi i Çaglavicës me kolon gjatë, e ngarkuar është Fushë Kosova deri te krethi i Fushë Kosovës dhe rruga poshtë Veternikut deri te krethi Duplex është pjesë me kolon. Këtu janë disa foto që kanë arrit në këto momente, ndërsa ne këtu ju përshëndesim gjithë juve, ju faleminderit shumë për telefonatat. Vazhdojmë na në Glam Radio. Deri nesër ju mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni, paqet plot shëndet. Faleminderit secilit për jush për çdo telefonat, për çdo koment, për çdo mesazh dhe çdo përgjigje që keni dhënë gjatë këtij edicioni, por edhe gjatë kësaj jave. Kena me vazhdu me qenë bashkë me Glam Radion edhe për një orë tjetër, po për ju që s'keni mundësi me vazhdu me na dëgju tutje, na takojmë nesër për orës 16 njëjtën kohë, njëjtin vend me të njëjtat frekuenca. Tung tung.